إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njerëzit në jetën e kësaj dunjaje ndahen në 3 lloje, ndahen në 3 kategori. Një pjesë e tyre janë besimtar, janë musliman, janë ata që besojnë Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, janë ata që ecin në rrugën e fesë së Allahut azza wa jall. Një pjesë e tyre janë ata që nuk janë musliman, nuk janë pjesëtar të kësaj feje, nuk e besojnë Allahun, nuk e besojnë Islamin, nuk e besojnë ahiretin, besojnë në forma të ndryshme të devijuara, të larguara nga feja e Allahut azza wa jall. Dhe kategoria e tretë, lloji i tretë i njerëzve, të cilët janë njerëzit më të rrezikshëm në dunja, njerëz të rrezikshëm kundër Islamit dhe kundër muslimanëve, janë ata të cilët në të jashtmen paraqiten musliman, në të brendshmen nuk janë musliman. Këta janë munafikët, këta janë hipokritët, këta janë dyftyrëshit, të cilët në ndonjë rast janë me muslimanët, e në ndonjë rast tjetër janë me jo muslimanët, e luajnë rolin e të dy palëve. Mirë, po brendia e tyre është e mbushur me mlef, me urrejtje, me armiqësi kundër fesë së Allahut azza wa jall. Andaj Allahu në fillim të Kur'anit, në surën Bekare, në ajetet e para, flet Allahu azza wa jall për besimtarët në 4 ajete. Pastaj flet Allahu azza wa jall për jo besimtarët në 2 ajete. Pastaj flet për munafikët, për hipokritët në 13 ajete. Për çfarë arsye? Për të na treguar rrezikun e tyre, për të na treguar damin e tyre, për të na treguar kujdesin që ne duhet të kemi prej tyre. Tha Allahu azza wa jall: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Disa prej njerëzve thonë, kemi besuar Allahun, kemi besuar ditën e gjykimit, mirë po ata nuk janë musliman. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mundohen që ta mashtrojnë Allahun, ti mashtrojnë besimtarët, në realitet nuk e mashtrojnë askënd përveç vetes së tyre. Fi qulubihim marad, në zemrat e tyre ka sëmundje. Fazadahumullahu marada,
Allahu ashton sëmundjen edhe ma shumë. Allahu flet në këto ajete për munafikët. Pastaj në sure tjera përsëri flet për munafikët. Në sure Taube gjithashtu Allahu i shpalos cilësitë e munafikëve, derisa një sure të plot Allahu e quajti dhe e zbriti Suratul Munafikun, sureja e munafikëve, që të na tregon neve për rrezikun e këtyre njerëzve, të cilët ndoshta në atë kohë dhe në këtë kohë paraqiten musliman, i thon vetes musliman, edhe ne jemi me ju. Mirë, po nga ana tjetër e ofendojnë islamin, e tallin islamin, e armiqsojnë islamin, i tallin muslimanët, i armiqsojnë muslimanët dhe në fund edhe ne jemi musliman. Tha Allahu azza wa jall: "Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna." Kur i takojnë muslimanët thonë edhe ne jemi musliman, edhe ne kemi besuar. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kur takohen me shejtanët e tyre, kur takohen me jo besimtarët, thonë ne jemi me ju, ne me ata vetëm kemi bo hajgare. Allahu jestehziu bihim, Allahu tallet me ata njerëz, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dhe i lejon Allahu azza wa jall që të vazhdojnë në dalaletin e tyre, në humbjen e tyre, në dështimin e tyre. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda, këta janë të dështuarit, të humburit, që e kanë shit islamin për jo islam, e kanë shit udhëzimin për devijim, e kanë shit gjan më të shtret në dunja për gjan më të humbur në dunja. Këta janë njerëzit e rrezikshëm që besimtari duhet të ketë kujdes. E në një prej ajeteve tha Allahu azza wa jall: "El munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd." Do t'i shohësh se si munafikët meshkuj dhe munafikët femra janë bashkë me njëri tjetrin, janë prej njëri tjetrit. Një ndodhet në vendet tona, e një ndodhet në një vend tjetër, e një ndodhet në një vend të largët, dhe kur e sheh pastaj në publik dalin të gjithë së bashku. I bashkon një gjë. Çka i bashkon ata? I bashkon hipokrizia, i bashkon nifaku, i bashkon urrejtja, i bashkon armiqësia, që e kanë kundër fesë Allahut azza wa jall. Si ti dallosh ata? Si ti dallosh munafikët? Tha Allahu azza wa jall: "Ya'muruna bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf." Cilësitë e tyre në mesin e tyre urdhërojnë në të keqe, ndalojnë nga e mira. Munafikët urdhërojnë në punë të këqija, urdhërojnë në zhveshje, urdhërojnë në lakurici, duke llogaritur atë mod, urdhërojnë në alkool, urdhërojnë në kazino, urdhërojnë në zina, duke llogaritur atë dashuri, urdhërojnë në muzikë të degeneruar, duke llogaritur atë art, urdhërojnë në gjitha gjërat e ndaluara për të prishur gjendjen e njerëzve, e sidomos gjendjen e të rinjve dhe të reja. Të njëjtën kohë ndalojnë nga e mira, do ta shajnë islamin, do ta shajnë xhamin, do ta ofendojnë namazin, do ta ofendojnë mbulesën. Ju ende merreni me gjërat e kaluara, me këto gjërat të prapambetura, dhe pastaj e lëshojnë helmin e tyre në për media, në për vende publike, në për vende të ndryshme, duke folur dhe duke shpifur kundër islamit dhe muslimanve. Me këto cilësi dalloj njerëzit se nga cila anë janë, edhe nëse i thon vetes musliman. Këta janë njerëzit më të rrezikshëm në dunja, këta janë njerëzit më të rrezikuar në ahiret. Në ditën e gjykimit do dalin njerëzit para Allahut, ashtu siç janë në dunja 3 lloje, ashtu do dalin para Allahut 3 lloje. Disa janë musliman, dihet qartë rruga e tyre. Disa janë jo musliman, dihet qartë rruga e tyre, do të përfundojnë në xhehenem. Do të vijë njerëzit para urës siratit. Para urës siratit muslimanët për të kaluar në xhennet.
Jo muslimanët do të hudhen në xhehenem. Munafikët, këta që kanë qenë edhe me muslimanët, edhe me jo muslimanët, edhe në islam, edhe në kufër, edhe në iman, edhe në shirk, këta në fund nga cila anë do të ecin, Allahu do t'u amundson që të hinë në radhët e muslimanëve dhe të ngriten, të hypin mbi urën e siratit. Kur të hypin mbi urën e siratit, se cili do t'i ban drit imani i ti, aq sa ke pas iman në dunja, aq do të kesh drit mbi urën e siratit. Muslimanët e devotshëm, njerëzit e mirë, besimtarët do të kenë drit mbi urën e siratit, me atë drit do të ecin mbi rrugën e tyre. Munafikët edhe ata do të kenë drit, do të hypin mbi urën e siratit, duke ecur mbi atë rrugë, do t'ju ndalet drita. Imani falso në dunja, drita falso mbi urën e siratit. Imani që nuk vlen në dunja, drita e cila nuk vlen në ahiret, do t'ju ndalet drita. Muslimanët para me dritën e tyre do t'ju thonë munafikët: undhuruna naqtabis min nurikum. Pritni pak, pritni që të ecim edhe ne me dritën e juaj. Undhuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kthehuni mbrapa edhe një herë dhe merreni dritën e vërtet. Nuk ka ma dritë, nuk ka ma kthim mbrapa. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Do të ngritet ndërmjet tyre një mur i cili e ka një derë, batinuhu fihi rrahma wa zahiruhu min qibalihi al-adhab. Nga ana tjetër është rahmeti Allahut, është xheneti, mirë, po nga kjo anë e munafikëve është dënimi, është xhehenemi. Atëherë do të thonë: alam nakum ma'akum. A nuk kemi qenë ne me ju në dunja, po edhe ne kemi qenë me ju. Do t'ju thonë besimtarët: keni qenë, walakinnakum fatantum anfusakum. Mirë po ju e mashtruat vetveten, mirë po ju e humbët vetveten, mirë po ju e devjuat vetveten. Nga ura e siratit do të hudhen në xhehenem. E në xhehenem njerëzit janë në shkallët e tyre, në bazë të devijimit të tyre. Ku është vendi i munafikëve? Tha Allahu Azza wa Jall: innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafikët, hipokritët do të jenë në shkallën më të thellë të xhehenemit. Ashtu siç është rreziku i madh i tyre në dunja, ashtu do të jetë i madh dënimi i tyre në ahiret. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes për veten e tij, për imanin e tij, për islamin e tij, për ibadetin e tij, dhe njëkohësisht të ketë kujdes që mos mashtrohet, që mos ndikohet, që mos rrethohet me bindjet, me mendimet, me shpifjet të cilat vijnë nga gojat e hipokritëve, sidomos në këtë kohë të rrezikshme. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan dhe të na mbron nga nifaku, Allahu të na ruan nga hipokrizia, Allahu të na ruan nga njerëzit e hipokrizisë, Allahu të na ban të sinqert në imanin ton, Allahu të na mundson të jetojmë me iman dhe të vdesim me iman dhe të dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.